Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Vijon procesi numërimi të votave në Shqipëri, ndërsa socialistët kryesojnë rezultatet në mbarvendin. Kur e numëruar rreth 52.6% e totalit të votave, Partia Socialiste siguroi 83 mandate deputetësh. E dyta renditet Partia Demokratike dhe Aleatët me 34% të votave, ose 50 mandate. E treta është Partia Socialdemokrate me 4% duke siguruar 3 mandate. Partia Mundësia ish deputetit demokrat Agron Shehaj me 2.7% merr 2 mandate. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet me 3.3% dhe merr 1 mandat. Si dhe Lëvizja Bashk me 1.3% me 1 mandat. Forcat e tjera politike nuk kanë arritur që mbështetjen e marrë nga 1.1% deri në 0.1% mund të sigurojë 1 mandat në parlament. Vetëm në qarkun e Tiranës, Partia Socialiste e Shqipërisë kurison me rreth 48.8% të totalit të votave të numëruara, duke siguruar përkohësisht 19 mandate. Në vend të dytë renditet koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore me 34.4% e 13 mandate deputetësh. Mundësia Agron Shehajt merr 2 mandate në Tiranë, ndërsa Partia Socialdemokrate 1 mandat. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet 1 mandat dhe Lëvizja Bashk 1 mandat. Kur janë numëruar rreth 50% e fletëve të votimit, kreu Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi Partinë Socialiste për parregullsi dhe manipulim të zgjedhjeve. Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se Partia Demokratike po pret rezultatin, por do të bëjë një vlerësim të plot për situatën. Ai përmendi faljen e 150 milionë eurove gjoba për mbi 170.000 qytetarë si një tjetër formë ndikimit elektoral. Për kreun e Selis Blu, bandat kanë ndërhyrë në zgjedhje dhe përmendi raste të blerjes së votës për 100 euro. Megjithatë, Berisha kërkoi numërimin e çdo vote dhe përkushtim të plot. Ju bëj thirrje të gjithë strukturave të Partisë Demokratike, komisionerëve vëzhguesve, kandidatëve drejtuesve, që të bëjnë gjithçka që të numërohet çdo vot, pa asnjë me përkushtimin më të madh, sepse çdo vot kundër regjimit meriton nderimin më të madh dhe vlerësimin më të madh. Zëdhënësia e Partisë Socialiste, Silta Çepe, njëkohësisht dhe kandidate për deputete në listën e hapur të Partisë Socialiste në Tiranë, në një deklaratë për mediat, kërkoi që të numërohet çdo vot. Një thirrje e pati dhe për komisionerët, për të cilët tha se duhet që të mbyllin procesin pa rënë prej ndikimeve politike. Zvarritjet e procesit të numërimit janë të pajustifikueshme në sytë e popullit sovran dhe ndikimet politike mbi numëruesit janë të dëmshme për ata vetë. Çdo vot duhet të numërohet me respekt dhe për ulësi për çdo votues. Prandaj, ju bëjmë thirrje të gjithë komisionerëve dhe vëzhguesve që të respektojnë ligjin dhe të vazhdojnë punën për ta përmbyllur me sukses dhe me standarde sa më të larta procesin deri në shpalljen e rezultatit final. Tha zëdhënësia për zgjedhjet e Partisë Socialiste Silta Çepe. Misioni i SBO Dirit në Tiranë ka vlerësuar si transparente zgjedhjet parlamentare të 11 majit, pavarësisht klimës së thellë të polarizimit politik. Në konferencën për shtyp, përfaqësuesja e misionit theksoi se qytetarët treguan përkushtim ndaj demokracisë, përfshirë dhe votuesit nga diaspora, të cilët votuan për herë të parë. Fushata ishte e qetë. Ne mirëpresim kuadrin ligjor që ofron proceset demokratike të zgjedhjeve. Megjithatë, ne vëmë re që disa rekomandime të Odirit mbeten ende të pazbatuara, duke përfshirë rekomandimet për financimin e fushatës. Ne mendojmë se numërimi i fletëve të votimit jashtë qendrave të votimit duhet të adresohet. Ndërkohë SBO Dir vuri në duke rolin pozitiv të SPAK, i cili kontribuoi ndjeshëm në hetimin e rasteve të korrupsionit zgjedhor. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.